Interesi i banorëve të kësaj lagjet ka qenë i vazhdueshëm, janë interesuar njerëzit me vite, por nuk kanë pas një rrugë zgjedhje. Problemi kryesor kena 3 pika që prashtojnë këta banorë, e unë si pjesëtar, si banor i kësaj lagje. Puna e parë është uji i pishëm. Është bërë një investim që është në 2008 edhe janë hap tubat, edhe kanalet, edhe pusetat prej këtu, që po jena sipër e deri aty ku banon. Deri në tash s'ka pikë ujë. Këta fshatarë me munime me djerës kanë hap pusa me shpenzime të mëdha kolosale, ujë nuk ka. Puna e dytë është energjia elektrike. Keshi në Shkodër ka punë shumë e mirë, po dhe keq. Prej të kryqëzimi rrugës e deni tu afër kish, si pak metra në dajnë, kanë punuar mirë, kanë lidhë bishtekun, me shtyllat, bile edhe me mjetet e ndryshimit. I falenderoj si banor, shumë bukur. Të kryqëzimi rrugës e deri të në shtëpia fundit që jam unë me 2-3 familjarë atje, skandaloze. Një pjesë e këtyre banorëve kanë bërë shtylla private, bile edhe unë jam nga ta, disa dronit, janë 1000 tela, plus atyne ka shku edhe lidh edhe interneti, lidhën aty, si rrezik për fëmijët e shkollës, për banorët, për njerëzit, me keqardhje thonë këtë punë, këna bën kërkesa të gjithë banorët paguajnë energjinë elektrike, pse si shërbim qytetarëve. Duhet ketë edhe mjetër nishimit, bilet pak të 100 metër me pas një mjetër nishimit gjatë natës, sepse ka kudo që njollin punë të kësija pa dëshueshme. Kryesor është për ne metet rruga. Si mastanjeve, kjo rrugë do mëhet me parametra më vonë, po do në kohën e duhen. Na nuk kërkojmë parametra rrugës, që rruga është për ne në zaboll, po kërkojmë të që prej të makina që po shikoni ju edhe unë, e deri në fund të kryqëzimit dytë, është skandaloze. Kërkojmë një asfalt, me na punu, me na kryu këtë mundësi në mënyrë të tillë si tim. Këta banorë prit, atë dhe sa medalun, lutem shumë. Këta banorë, edhe me ta pa tjetër, kur duhet, na herë kërkojmë. Nuk jena për angazhime provizore ose në letra. Ata që merren masa me na stabilizuar këtë punë, na keni blok në qendrë vëdimit e kudo. Ata pushtetarë, qeveritarë, partitë të ndryshme nuk kanë si e punë, kur nëse nuk bëhet një rikëzjedhje, na s'kena pse të syjmë kutirë e vëdimit, që thotë një, për këtë vëdojmë na. Po na vëdojmë për fëmijët tanë, për njerëzit tanë, për shoqërinë tanë, për një ardhmë më të mirë. Atër kuptohet, nëse ne japim këtë zgjidhje, si ne takon bazë ligjit, ne na pjesëtar të vëdojmë për shtetin, për ne e për kushteturin. Po jo në këtë formë. Kjo zonë është e papërkrahun me kohë, as me asfalt, as me ujësillës, as me drita, janë dritat për tokë, janë me rrezik familjesh me met fëmijan, me met njerëzit në kurrent. Po gjithçka është problemi i asfaltit, si mund shkojnë një fëmijë në kohën e dimrit në shkollë. Si mund shkojnë në kohën e verës në prej pluhnit. Na po punojmë për me rritë fëmin, po kur nuk i shërben fëmis, është një keqe nesër për të gjithë. Si mund shkojnë në kohën e verës në prej pluhnit. Apo ka pasur tentativa nga Na kena kërkue, kena kjajt, si që fëmija si kjanë, për me marrë ushqim. Por nuk kena pas një prind për me ardhme në një mua me thënë kush është ka kjanë këtu. Na kena kja shumë kohët tona, se gjithkush ka që jetë me pas shpinë e vetë të mirë, e rrugën e vetë të mirë, pra nuk na u ka shërbyer kurrëherë. Tashina po kjojmë për këtë problem. Se na drejtu bashkisë në çdo kohë. Bashkisë kry plakut, kry dresit në dresit smerët kush me këto punë, po i thomë si dush, por nuk është marrë kush me këto punë. Tashina kena zgjeti pikë. Cilin pikë? Për menimin tem, as edhe një nuk shkon në qenet votimit, po sumur
me dokument si po fillon rruga dhe po fillon instalimi i distekut e i problemeve e ujit. Tash na kena zgjidhje pikë. Cilin pikë? Atë shon konar për 200 vota, nuk po çuke konar dikuj për 200 vota. Se tash na shohim se dikush është ka cof, dikush është ka gjallët. Po na nuk kena punë me sistemin se cili sistem është në kam dhe cili pe e merr. Na kena punë për kushtet si i duhen zonës këtu komunitetit to. Unë po më vjen keq, kjo kohë është 70 vjet. Kjo kohë është 70 vjet. Shi, është bëj asfalti, lëre se është bëj keq. Është bëj asfalti dhe aty e kanë bllokuar. Pse u bllokuar? Taksat i paguajmë, gjanat i çat kanë nevojë shteti i vim. Po më vjen keq, kjo kohë është gjana, po shteti do të japin është bëj asfalti, është bëj keq. Është bëj asfalti dhe për grupave për zonë po drita nuk shihet. Asgjë. Çinë kam mundzuar dhe shihet. Kanë nevojë shteti i vim. Prishet për çdo ditë. Gjana, mjeti s'ka ku shumë lëviz. Japin shumë keq, shumë vështirë. Unë jam Pjetër Gordiku. A doni me marr? Dorë ka me frikë se s'ka drita, gropa të urxohen, kush bën urxu, kush më çon. Vetëm shumë vështirë. Apelim. Është paktën shtrimin e rrugës, në 100 dritash, se lënë edhe tjetër ka shumë gjëna. Uji s'ka, uji s'es nuk ka asgjë. Shumë vështirë, si më kanë kohë të larta më Dugaxhinit, si më thon. S'ka ku shumë lëviz. Shumë keq, shumë vështirë. Maziteva, mundesh me lëviz për shkakun ose ke një nevojë për me dalë? Dorë ka me frikë, se s'ka drita, gropa të urxohen, kush bën urxu, kush më çon. Vetëm. Shumë vështirë. Cili është apeli jot? Apeli është paktën shtrimin e rrugës, në 100 dritash, se lënë edhe tjetër ka shumë gjëna. Uji s'ka, uji s'es nuk ka asgjë.